Task Forca e Shoqërisë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizimin në Shkodër po zhvillon kontrolle në të gjitha subjektet, por edhe abonentët. Këto kontrolle janë duke u zhvilluar në bashkëpunim me Task Forcën e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellësit lidhur me debite e prapambetura, lidhjet e paligjshme në rrjet dhe implementimin e impianteve për trajtimin e ujrave të ndotura. Task Forca e Kukut ndodhet në mbështetje të Task Forcës së Ujësjelljes Kanalizimin në Shkodër, në lidhje me inspektimin në terren të subjekteve ose abonentëve, të cilët rezultojnë me lidhje të jashtëligjshme, si dhe me debit të prapambetura. Gjithashtu, do të kontrollohen të gjitha subjektet të cilat kanë detyrimin ligjor që të bëjnë implementimin e impjantit të trajtimit të ujrave të ndotura. Inspektoria e Task Forcës ka edhe një apel për të gjitha subjektet dhe abonentët që mund të kenë shpime që ta ndajnë rrjetin e tubacioneve nga ujësjellësit për shmangur gjoba të mundshme. Subjektet ose abonentët të cilët përdorin ujin e rrjetit, si dhe ujin nga shpimi, kanë detyrimin ligjor që të tregojnë të kujdesshëm që të bëjnë ndarjen e të dyja linjave, pra të mos ketë një kryqëzim të linjave, në mënyrë që të shmangin masën administrative. Qëllimi kryesor nuk është vendosja e gjobave, por bashkëpunimi me subjektet dhe abonentët familjarë, shpreh inspektoria. Task Forca e Kuk do të jetë vazhdimisht në territorin e Bashkisë Shkodër për inspektime të mëtejshme, pasi qëllimi jon kryesor nuk është vendosja e masave administrative, por bashkëpunimi i ngushtë me qytetarët dhe ndërgjegjësimi i tyre. Task Forca e Ujësjellësit në Shkodër, së bashku me grupet e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimin nga Tirana, do të vijojnë këto kontrolle pa ndërprerje në të gjitha zonat e qarkut Shkodër për një përdorim sa më të mirë të ujit, si dhe për ndalimin e të gjitha shkeljeve të mundshme në rrjetin ujësjellësit.